Në letër, paga minimale në Maqedoninë e Veriut është 24.379 denar apo rreth 397 euro. Por në realitet, kur i mbledh të gjitha shifrat, si çmimet, faturat, shiran dhe ushqimet, ajo vlen më pak se kurrë. Të dhënat nga enti shtetëror i statistikës tregojnë se shporta minimale e konsumit sindikal për një familje me 4 anëtar arrin mbi 50.000 denar apo 813 euro. Kjo do të thotë që për nevoja themelore, paga më ulët mbulon vetëm gjysmën e asaj që nevojitet realisht një familje. Ekonomistët shpjegojnë se vlera reale e pagës minimale konsumohet nga inflacioni. Në 3 vitet e fundit, çmimet e ushqimeve janë rritur me mbi 30%. Kjo do të thotë që me të njëjtat para mund të blini dukshëm më pak sot se sa në vitin 2021. Paga reale në fakt ka rënë me të paktën 15%, thonë ekspertët. Vetëm për produktet bazë, si buka, qumësht dhe mishi, vezët, perimet, një familje me 4 anëtar shpenzon më shumë se 325 euro në muaj. Kjo shifër nuk përfshin ilaçet, karburantin, transportin apo materiale shkollore. Punëdhënësit nga ana tjetër thonë se nuk është e lehtë të rriten pagat pa pasoja për kompanitë. Problemi është i dyfisht, thotë një pronar një fabrike të vogël. Nëse rrisim pagën minimale, duhet të rrisim të gjitha pagat. Dhe ne tashmë po punojmë me një diferencë të vogël, energjia elektrike dhe transporti janë më të shtrenjta. Dhe në fund rezulton se shteti nuk po ndihmon as njërin pal as tjetrën. Por sindikatët pretendojnë se është një refren klasik i dëgjuar për vitesh. Një punëtor nuk mund të jetojë në prag të varfërisë, ndërsa shefat grumbullojnë fitime dhe blejnë makinat e reja, reagojnë anëtarët e sindikatave. Ata kërkojnë që paga minimale të jetë në përputhje me shportën reale të konsumatorit, siç bëhet në pjesët më të mëdha të vendeve evropiane.